Është një organizatë e themeluar nga zëvendës presidenti amerikan George Herbert Walker Bush në 83 së bashku me Fondacionin Konrad Adenauer. Vetëm 3 ditë më parë nënvizon se për sa i përket po ndalen vetëm ke procesi integrimit evropian, nuk po prek sigurinë dhe rreziqet e jashtme, nuk po prek zgjedhjet, drejtësinë selektive apo reformën territoriale, por paralajmëron se procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian praktikisht është ngadalësuar për shkak të pengesave nga qeveria, korrupsionit përhapur sistemik, kapjes së shtetit dhe lidhjeve midis krimit organizuar në nivelet më të larta të pushtetit. Dënon pengimin e vazhdueshëm të ndjekjes penale të korrupsionit në nivelet larta dhe abuzimet masive në prokurime publike, ndërkohë që shumica parlamentare socialiste mbron mungesën e llogaridhënies. Këtu i referohet rastit Balluku, testit kritik të përmendur nga kreu i Komisionit Jashtëm në Parlamentin Evropian David McAllister. Vëren hetimet që implikojnë ministra dhe zyrtarë të lartë në të gjitha nivelet, ku konfirmohet korrupsioni sistemik që po ngadalëson integrimin në Bashkimin Evropian, si dhe mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian mbi bazën e meritës pa anashkaluar asnjë kriter. Një zër ju keni parë që si Gjermania dhe vende tjera kanë dalë kundër publikisht edhe asaj letre që trajtohet me shumë lehtësi nga ministri i jashtëm, të dakurcuar nga kryeministri Rama dhe presidenti Vučić, ku pranohet një proces antarësimi në Bashkimin Evropian i cili nuk ekziston deri tani, në këmbim të një procesi të pjetshëm, ku Shqipëria let mos ketë të drejtën e vetos, mos të gëzojë të drejtat plota siç kanë vendet anëtare, por vetëm të bashkohet në tregun e përbashkët financiar dhe ekonomik të vendeve të Bashkimit Evropian. Gjë që është kundër të gjithë proceseve të integrimit evropian, nuk gjendet askund si procedurë dhe përkthyer politikisht do të thotë më jepni mundësinë për të qëndruar në pushtet duke mos na prerë fondet, siç ndodhi edhe me Serbinë fundjavën e kaluar, ditën e premte ku vetë komisioneri Akos raportoi se janë ndërprerë fondet me shtetin serb për shkak problemeve në sistemin e drejtësisë. Pak më parë u përmend suksesi i reformës në drejtësi në vend dhe krenaria me cilën përfaqësues e mazhorancës flasin për institucionet e reja të drejtësisë. Okej, bijem dakord për një moment që qëndron ky vlerësim juaj. Në këtë aspekt, unë do doja dija kam 3 pyetje konkrete për ministrin, në raport edhe me reformën. E para ju si ministr, me qenë se edhe raportoni pranë Komisionit Evropian dhe gjitha institucioneve, qoftë Koelës e gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, për ecurinë dhe progresin e Shqipërisë. E para duhet di nëse ju bini dakord me punën e kryer deri më tani apo me performancën e prokurorisë së posaçme në vendin tonë. Nëse po apo jo, a jeni ju në qëndrimin tuaj i paanshëm për sa i përket veprimtarisë së këtij institucioni? Dhe e treta, sigurisht a keni informuar ju vetë dhe a jeni në konflikt interesi ju në raport me një vendim të bërë publik nga gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, vendimi numër 289 në datë 20 prill, pra vetëm një muaj më parë, për caktimin e masës së sigurimit pasuror për një sër personash në skandalin e Akshit, ku prokurorët e Spagut kanë bërë regjistrimin e emrave të personave ndaj cilëve po zhvillohen hetime për llogarit procedimit penal numër 20 fraksion 1 të vitit 2025. Për më shumë mes emrave për